Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 23 mars 2026. Duke që është një ditë me një rëndësi të veçantë, që do të thotë karrierë, do të thotë mundësi. Kjo ditë e hanë një ditë të mbarë, ju uroj, dhe javë të mbarë. Dhe ka përqend për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimeve që do të keni dhe koha që ndikohet në anën tuaj. Është një moment mjaft pozitiv për zgjidhur çështje problematike dhe për t'ja arritur qëllimit tuaj. Nëse juve keni bërë një udhëtim, mund ta bëni. Keni për të bërë diçka, disa zhvillime të reja në fushën e karrierës tuaj të punës tuaj, e keni. Të gjitha këto përbëjnë një hallk të rëndësishme në jetën tuaj. Prandaj bini pas, se kjo javë është javë shumë e rëndësishme dhe e veçantë në llojin e vet për takime pune dhe çështjet ligjore. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë, për juve që interesoni për parashikimet të detajuara, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Roz Shkonetje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe emailin tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve, e do të dërgoni mesazh. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni përgjigje në pyetje përgjigje. Dhe kjo do të thotë që në kohën që neve jemi live dhe juve kërkoni çik më tepër informacion, jo vetëm për një pyetje, atëherë jeni gati për të dërguar në privat, për të shkruar me një abonim të thjesht, mund të flasim tek pyetje përgjigje në detaje privatisht. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit do duket se kjo periudhë ka një ndikim shumë të madh në lidhje me ekonominë, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë ekonomi, kanë të bëjnë ndryshimin e madh që vjen drejt jush. Por megjithatë, edhe pse keni pasur probleme në anën tuaj, kjo do të thotë që periudha ku ndodhin fenomenet dhe koha që zgjidhin problemin tuaj është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Nuk ka vend për të shqetësuar, nuk ka vend për probleme ose për t'ja arritur asaj çka keni, sepse koha tregon që juve jeni me fat dhe i dini shumë mirë gjërat e rregulloni në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Meqense demi ka diçka shumë të rëndësishme, tani dhe disa lajme shumë të mirë që vinë drejt jush për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj. Meqense lidhje me karrierën nuk e diskutoj, nuk i vend ndryshim gjërat që juve keni, sepse është edhe periudha kur ndodhin fenomenet, mos e shikoni në aspektin sepse nuk u bë tani ose keni disa gjëra të tjera për të ndryshuar, për të arritur qëllimit, meqense puna dhe karriera kanë atë të drejtimin e tyre. Vjen një moment tani, është një moment shumë pozitiv, është një moment mjaft korrekt nga ana juaj dhe këtë nuk e vend dyshim për arsye të ekonomisë, për arsye të punës suaj, sepse lidhet me punën aktuale, lidhet me një takim në vendime që merrni dhe që janë vendime historike në anën ekonomike, por edhe një mundësi tjetër që do të keni tani në tutje janë mundësitë mjaft të mira pozitive në ekonomi dhe në vazhdimsi. Në vazhdimsi sidomos keni diçka të rëndësishme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore në anën e financave, në lidhje me biznesin sidomos ka diçka shumë të rëndësishme dhe mund t'i rregulloni gjërat. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashit të 10 diçit të parë, me ujor të 10 diçit të tretë, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë të bëjnë shumë ndryshimet që vijnë ose momentet që keni të bëni me disa gjëra shumë të rëndësishme në ekonomi, mbi stabilizimin dhe disa konsultime që do bëni me persona të rëndësishëm, është koha juaj edhe periudha ku ndodhin fenomenet, meqense keni pasur disa problematika, keni pasur disa çështje të pazgjidhura,
por vjen një moment tani, vjen një moment që juve do t'i zgjidhni dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe periudhat janë pozitive dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e dhjetëçit të parë dhe me virgjëresht e dhjetëçit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Për sa i përket gaforreve, me qenë se gaforret tani e tutje nisin një rrugtim të ri drejt punës së tyre, drejt karrierës së tyre, drejt mundësive që tyre ju jepen në anën e tyre dhe momentet që ata kanë, periudha kur ndodhin fenomenet dhe janë fenomene shumë të rëndësishme, financiare, ekonomike, biznesi dhe karriere. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshkët e dhjetëçit të parë dhe me akrepët e dhjetëçit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Për luanët, me qenë se luanët tani në këtë periudhë kanë periudhën më të mirë të muajit, dhe kanë pasur edhe gjëra të tjera që do të ndikojnë dhe mënyra dhe mundësia që ata kanë është periudha mjaft e mirë sepse zhvillimet të rëndësishme që lidhen me ekonominë, që lidhen me dashurinë, lidhen me persona të tretë, që do thotë vazhdimsi, nuk e diskutoj dhe nuk e vën dyshim për një mijë arsye të anës ekonomike dhe të biznesit. Meqense për biznes do thosha unë, janë gjëra që lidhen në fazën e kuptimit të jetës dhe të mundësive të arta. Megjithëse luanët, një nga ana më pozitive që ta kanë është me dash dhe me shigjetar për anën e dashurisë dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhet bashkim familjar do thot me peshk të dhjetëçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat, me qenë se virgjëreshat tani e tutje, është koha dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare në lidhje me një çështje, me një takim që mund të keni tani e tutje, një takim që është shumë i rëndësishëm, ekonomia, puna, vazhdimësia, korrektësia, momenti i duhur në zgjidhje të ekonomisë dhe të çështjeve madhore. Virgjëreshat e kanë mundësi, nuk e diskutoj unë sepse është momenti i tyre dhe gjërat që do të ndikojnë në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me gafore, pak vëmendje me gafore, sepse këto ditë kanë qenë pak a shumë të ndikuara, por jo problematike, sepse kjo fillim javë jep disa sinjale që po të jeni sa më afër njëri tjetrit dhe jo të larguar. Vijojmë tek shenja radhës që do thotë peshorja. Përsa përket peshoreve, me qenë se peshorët tani e tutje, duket se kjo periudhë do të ketë dhe mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në vazhdimsi, sepse ka të bëjnë me biznes, ka të bëjnë me karrierë. Me karrierë sidomos është mjaft pozitive, por në anën tjetër është një çështje që lidhet me biznesin, lidhet dhe me marrjen e vendimit të rëndësishëm në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëçit parë dhe me ujor, duket se ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se tani e tutje kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e biznesit dhe fushën ekonomike. Në anën e biznesit kanë një mundësi akrepët për zgjidhur një çështje të pazgjidhur më përpara dhe kjo duket se ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën dhe jo vetëm kaq, por në anën tjetër duke pasur parasysh çështjet e biznesit, çështjet e ekonomisë dhe vazhdimësisë. Tani për tani ka të bëjnë mjaft në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me udhëtimet që kanë të bëjnë akrepët udhëtime pune, dhe tani do fillojnë të bëjnë lëvizjet e duhura në çështjet e duhura. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash të dhjetëçit parë, me gafore të dhjetëçit të tretë, është diçka pozitive dhe mundësi të arta që do të keni tani e tutje, përsa përket marrjeve vendime të rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha dhe mundësi të arta që do të keni tani e tutje. Sepse akrepët përfitojnë, ndryshojnë, rregullojnë, stabilizojnë. Por do të pasur kujdes nga një person shumë i rëndësishëm që e keni shumë afër, që është peshku, por mundoni që t'i rregulloni gjërat, jo t'i lini pas dore, sepse është jeta juaj dhe mundësia juaj. Në çështjet që lidhen me anën bashkim familjar, do thosha unë, ose njeriu i afërt i familjes suaj që ka të bëjnë me anën ekonomike dhe jo vetëm, mund të ndihmojnë është luani. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë shigjetari.
Për sa përket shqiptarëve, megjithëse shqiptarët duket se tani e tutje është një periudhë mjaft pozitive, është një periudhë që vërtet është stabilizuese, është korrekte nga ana juaj, por dhe momentet që do të ndikojnë, momentet që do të rregulloni në anën tuaj dhe mundësitë të arta që do të keni tani e tutje, duket se ju ndihmon shumë fati në ekonomi dhe në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor të ditësh parë dhe me akrep ka diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Bricjapi. Për sa përket Bricapëve, pse Bricapët kanë momentin dhe kohën e dur për të bërë zgjidhjen e dur në ekonomi? Po, e kanë sepse është momenti i tyre, është ajo çka ta presin edhe për ekonominë dhe për punën, por në anën tjetër duhet pasur pak kujdes për sa përket zhvillimeve të reja që ata kanë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të ditësh parë dhe me gafore të ditësh të dytë, ka diçka surprizuese edhe pse është pak me probleme në anën e tyre ekonomike, por një bashkim familjar, një udhëtim i papritur që do ndodhi është momenti juaj. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Me ujorët duket se tani e tutje, koha, puna, periudha, vendimit dhe ndryshime që janë tani e tutje, janë ndryshime pozitive, janë ndryshime karriere më tepër dhe jo vetëm kaq, po janë mjaft të ndikuar në anën ekonomike, në financa, në ndryshime të mëdha në financat që do të keni, por edhe nga një shitje që do bëni juve, një takim, sepse kjo javë është javë pozitivitetit, do të thosh, ose shumë kreative, për sa i përket punës, për sa i përket ndryshimeve që do të keni nga një shtet tjetër, nga një qytet tjetër, kjo mund të jetë diçka pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me akrep duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Perspektiva pozitive në çështjet e udhëtimit. Për ju të kësaj shenje, keni një mundësi shumë mirë dhe këtë mund ta zgjidhni si problem që mund keni pasur para disa kohëve. Është një moment që vërtet juve kërkoni në kërkim të së vërtetës për asaj çka është, për asaj çka jeni, i keni mundësitë e punës, të karrierës, mundësitë e ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt jush për arsye të punës suaj dhe të momenteve që juve keni, se janë momente historike, ekonomike, pune stabilizuese dhe çështjet konkrete që juve keni janë disa momente mjaft të mira. Tani e tutje ku keni gjithë mundësinë, ku keni gjitha gjërat në vijë për punën dhe për karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Bricapët e ditësh parë, me gaforet e ditësh tretë është perfektja, por një kujdes pesh të dashur, sepse me virgjëresh është vetjeta, edhe pse keni pasur probleme të ndryshme, por janë të zgjidhshme dhe jo problematike. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 23 mars 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar pastaj mesazhin dhe për të marrë përgjigjen nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve çdo të mërkurë në orën 20:00, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin për të marrë përgjigjen. Nëse juve doni më tepër rreth parashikimit tuaj personal, keni një problem, atëherë kaloni në privat, që të kaloni në privat me një abonim të thjeshtë, mund të flasni në pyetje përgjigje për gjithçka juve ju intereson. Në një rregull, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.